Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Sali Berisha duhet të ishte sot në ditën e parë të gjyqit, por ai nuk është paraqitur, me argumentin që nuk është njoftuar. Me thënë drejtën tani edhe që Shqipëria e dinte që sot fillon të gjyqi Berishës dhe ata pas shënuar të njoftojnë vetëm doktorin, gjykata dhe të tjerët. Është pak e habitshme. Apo përpiqet Sali Berisha të shtyjë artificialisht gjyqin? Nëse po, pse? Çfarë rëndësie ka procesi Berisha për vetë atë si politikan për opozitën dhe për reformën në drejtësi? Për të përpjekur që të japim në një farë përgjigje për këto pyetje, unë kam thirrur sot në pjesën e parë të këtij emisioni avokatin e njohur, ish prokurori Eugen Beci. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Avokat mirëmbrëma, ke munguar goxha kohë. Te ju? Se ne, pse ti bën llogari që unë bëj llogaritë e botës. Bëj llogaritë e botës. Ti bëj llogaritë, po unë nuk kam ndërmend të bëj llogari. Baton Axhiu, faleminderit zoti Axhiu dhe faleminderit për kontributin në këtë vapë përvluese që ka lëshuar gjithë botës. Këtu më ke. Po ti e djegur gjithë Evropa, për Puglia për shembull ishte skuqur e gjitha. Zona poshtë e jugu Italisë kishte vetëm vendet të përskuqura, po dhe në Shqipëri nuk është pak. Ne, nga frika se mos vijon kjo gjë, do të marrim këtë dhe ndoshta të hejten që vjen. Dhe lam që hejten që edhe mund të, ose ai lart të edhe në një gjë që ti të fik një pjesë të zjarreve, se ai lart na ndihmon shpesh në avokat. Edhe ai lart po ndez më shumë. Andi Tela dhe Mërciri, faleminderit që do të kontribuoni sot për të realizuar këtë pjesë. Në lidhje direkte zyrtar gazetarja Aola Zama, e cila do të na bëjë drejtuese Kronos në MSNTV, e cila na bëj shpjegime. Aola, mirëmbrëma. Mirëmbrëma juve. Ti në shtëpi je tani aty? Shtëpi. S'ke vënë pikturë si që vën këta? Ka ca që vën një pikturë? E kam bërë vetë këtë pikturën. E kam bërë vetë. Ajo që ke vënë si e vogël që është e ke bërë vetë? E po shumë vogël. Njëri, pse ti kujton që ata që marrin ato të tjerëve janë më të mira? Jo, prandaj. Po pra, ti pas ke bërë zgjidhje, se në fundit to e kanë bërë vetë dhe gjitha edhe sido që jetë. Nëse do i vënë mbrapa, si janë dhe të mira dhe janë të botës. Bëjmë në një shaka. Ka rastisur që të dalë piktura se mund të dilte diçka tjetër. Nuk e kam vënë për të krenu. E qartë. Tani bëjmë dhe në shaka ora në këtë kohë të nxehtë, si që thame, dhe jemi detyruar. Tani unë do të pyes ty, pasi të pyes avokatin, dhe gjërat rreth ngjarjes që ka ndodhur, dhe pastaj do të pyes ty përgjithsisht për akuzat në cilat përballet Berisha dhe dhëndri i tij. Dhe më pas ti bësh gjitha shpjegimet e tua, po ky është thelbi i asaj që ne do të kemi në pjesën e parë. Atëherë fillojmë me zotin Beci. Tani, avokat, gjyqi Sali Berishës duhet të niste ditën e sotme, po u shty për shkak se Berisha nuk është njoftuar. Si ka mundësi tani që ti ke shërbyer dhe si prokuror dhe si njeriu i ligjit në çdo pikpamje, edhe tani, edhe si avokat, por më së shumti në pjesën më të rëndësishme të jetës tënde ke shërbyer si prokuror, njeriu i ligjit. U shty se nuk është njoftuar. Si ka mundësi që të mos jetë njoftuar zoti Berisha, kur e gjithë Shqipëria e dinte që gjyqi fillon sot? Apo përpiqet doktori, edhe ka të drejta bekte, ta shtyj procesin me artifica. Se kjo është një farë artifica, apo jo? Shiko. Si e mendon tani ti? Referuar njoftimeve procedurale, referuar faktit që sot, pas seancës paraprake, e cila ka përfunduar në datë 19 maj, filloi gjyqi i themelit, të cilin e kishim paralajmëruar edhe në bisedat që kemi bërë në studion tënde, fakti që procedimi ka filluar tashmë me gjykim të zakonshëm, aktet procedurale dhe procedurën me të cilën e ndjek është gjykata tashmë, nuk është më prokuroria. Për këtë arsye, duke ju referuar mënyrës se si procedura një proces të rregullt ligjor, njoftimi nuk është me shprehjen një fakti ditur botërisht, nuk ka nevojë për shkresë. Njoftimi është një akt i cili paraqitet nga ftuesi i gjykatës dhe patjetër personi duhet marrë dieni personalisht.
Dhe ky njoftim ka shkaqe pavlefshmërie. Shumë gjyqe në Republikën e Shqipërisë kthehen dhe prishen vetëm për faktin që një njoftim për një seancë gjyqësore të një të pandehuri nuk ka dijeni personalisht i pandehuri dhe për këtë arsye mund të bëj shkak për një proces pa rregull ligjor. Në rast se ti njoftohesh për gjyqin dhe nuk ke bërë shkresën për katse, nuk ke firmosur konkretisht në njoftimin e gjykatës dhe gjykatës nuk i është kthyer në kohën e duhur, duket absurde, por është një procedurë e cila patjetër që duhet ndjekur. Aq më tepër në procese të tilla, kur duhet kemi në konsiderat faktin që mbrojtja patjetër që do i referohet çdo presje të gabuar për ta përfituar atë për procesin e parregullt ligjor në Strasburg, kjo e sotme ishte normale. Dhe t'i referohemi pasaj dhe zakonit që ndodh në Republikën e Shqipërisë. Në 90% të gjykimeve në Republikën e Shqipërisë, asnjëherë seanca e parë nuk është e suksesshme. Pikërisht për shkak të njoftimeve të cilat quhen të parregullta nga gjykata që njëri nga Kuçova, apo nga Mataneshi, për gjithkënd, apo nga Dibra Jonu, pjesa Jonu, që nuk njoftohet ose ka probleme. Dibra vogël. Do me thënë, që mund të ndodhin, po flasim për njëri... Flasim në 90% të gjyqeve. I cili fletë, avokat, po flasim për njëri i cili thotë gjëra shumë të çuditshme që ne nuk i dim. Del dhe thotë doktori gjëra të shumë të çuditshme që ne befasojmë shumë kur ai thotë di çdo gjë dhe nuk di këtë gjë. Po. Çfarë ndodh? Kryesuesi i seancës gjyqësore që bën përgatitjen sipas kodit procedurës penale për njoftimin e palëve, nxjerr një fletëthirje në të cilën ja jep ftuesit gjyqësor që është i gjykatës. Ftuesi gjyqësor ka detyrimin të shkojë në adresën e përcaktuar dhe të marrë kundërfirmën për njoftimin e personit. Edhe këtë shkresë ta marrë t'ia paraqesë gjykatës dhe gjykata në seancë në ditës sotme merr këto shkresa dhe thotë Ylli Rakipi ka dijeni, Eugen Beçi nuk ka dijeni, Baton Axhiu ka dijeni. Për këtë shkak ripërsërisim thirrjen. Ftuesi ka qenë problemi? Jo, s'më kuptove. Them si është procedurë. Ftuesi e ka dërguar, po bën atë lojën doktori. Problemi është në tjetër atje dalin njerëz të tjerë, nuk e merr. E di pse them, se më duhet shumë e çuditshme që ftuesi harron njoftoi Sali Berisha. Jo harres, nuk është harres. Është fakti që gjykata ka konstatuar parregullsinë në njoftim dhe parregullsia gjykata thotë që ka bërë ftesën 2 javë përpara. Po pra, ftesa shumë. Doktori thotë më ka ardhur 4 ditë. Ftesa bëhet të paktën 10 ditë para. Po 2 javë janë para, fat, janë në rregull. 10 ditë para do është në rregull me atë. Atëherë ku ka ngecur? Dërgohet nuk ka firmosur personi që do të marrë. Fakti është që ai e ka marrë dijeni ditën e premte, 4 ditë përpara. Po pra tani ku ka ngecë te cila hall, te ftuesi? Po te ky shumë e çuditshme kjo. Te i ftuari nuk ka ngecë pra, sepse ai thotë që ditën e premte më ka ardhur letra. Jo, s'po gjykoj, unë thjesht po pyes sepse nuk ka ndodhur. Shpjegojmë që jo, di pse po pyesëm, kush, se mua më duhet qëllimshme, se më duket se ftuesi ka harruar të shkojë në ftesë. Të ndalojmë për qëllimshme në procedurën penale, edhe nga palët, dhe nga prokurori, dhe nga gjykata, dhe nga avokati, këto njoftime janë shumë të rëndësishme për të kuptuar procesin e rregullt ligjor. Avokat, s'është procedurë kjo, më besoj. Këtë janë proces njoftimesh. Po, në rregull, po. Proces njoftimesh të cilat bëhen shkak për pavlefshmëri në rast se gjykata sot do e vazhdonte. Është nëse jam pjesëmarrës në debat, atëherë kjo, ajo që po sqaroni ju, është e mirë për shikuesin, se si është procedura, çfarë bëhet. Por përtej saj, na duhet dim diçka, se edhe në vendet po themi matë prapambetura në sistemin në drejtësisë, spagut të procedura e ftesës nuk qalohet. Qko, të të shpjegoj procedurën e ftesës, Baton, se unë e kuptoj që thoni ju pse ftuesi nuk e ka quar sepse s'ka marrë firmë. Në momentin që nuk merr dijeni ti, atëre gjykata që mos e vonoj procesin, herën tjetër njofton policinë gjyqësore, e ngre pjacën, po themi, nuk çon më ftuesi, çon policinë gjyqësore. Nëse nuk shkon policia gjyqësore, njofton tërë policinë e shtetit të bëjë kërkimin e personit. Këto janë procedurat të cilat në fund në gjykatën e Strasburgut dikush nga mbrojtja qofte Berisha, që dikuj tjetër thotë, si mundet ti ke bërë një seancë gjyqësore kur unë s'kam firmosur që kam pasur dijeni. Dhe ky është procesi i rregullt ligjor. Ju do thoni praktikisht pse ndodh diçka e tillë. Praktikisht ka ndodhur dhe arsyeja pse duhet të mos ndodhi është me shtyrjen e kësaj seance, do shtyhen edhe 2 javë të tjera që procesi të jetë i rregullt, njoftimi të jetë i rregullt. Ne shohim her pas here në gjykime që është problemi i seancave gjyqësore. Ka interes këtu gjykata ta vonojë apo Berisha ta vonojë? Nuk ka interes fare gjykata ta vonojë. Atëherë
Nuk ka fare as Gjykata nuk ka interes, po ndoshta doktori ka interes. Doktori, bravo. Nuk ka as prokuror. Ja sepse nga avokati, një sekond, nga avokati unë po përpiqem tani, jo një minutë. Nga avokati që ta mbajmë shikusin në peshën e ndëgjimit, ose të shikimit. Të kalojmë të një moment tani, kush ka, se avokati nuk e jep do të përgjigjen, thotë kjo pare po kjo. Por thotë që nuk ka as interes të gjykatën. As gjykata as prokurori. As prokurori. Tani, çfarë ka? Doktori doli sot, vazhdon. Orën 12 del gjithmonë. Mërcir, tela, del gjithmonë ai në orën 12 dhe flet, gjatë flet, edhe në VAP, edhe në. Edhe foli për këtë temë dhe për këtë punë. Ky është një gjyq politik dhe vendosi shumë pika. 8 pika dhe pastaj disa pika tjera. Që fillon nga 1 pik, 2, 3, 4 tjera, a 5, nuk e mbaj mend numrin. Dhe foli gjatë, dhe është një gjyq politik. Tani, unë isha këtu, të puna që po fillonin përgatitin e emisionin dhe shoferi që punon me mua, njeri urtë e i mirë, tha mua ore, tha ky, tha, si del këtu, tha dhe flet, tërë ditën televizor, tha dhe nuk vete atje, tha, se ne, tha, unë që jam popull, tha, po të më thresin në gjyq, do vete, tha, se më marin përbyte, tha, dhe më futin aty, në gjyq. Më marin kështu, më rëmbejnë, tha. Si që vete kyta, tha, dhe po na flet në këtu, tha. Si që vete të fles atje, tha, atje duhet të vej. E kupton? Dhe në këtë plan, a i doli. Doli dhe tha gjerat e vetat, gjatë, do më thënë, foli që i shfet në rëndy mbet. Tani, apo kërkon Berisha t'i shmanget procesit? Nëse po, përse i shërben kjo shtyrje, po themi nderuar kolegë, kush fillon? Tela? Po nuk besoj se intereson shtyria e procesit Berisha. Do të thonë, cili është arsye që ky proces, sepse ky proces në një moment duhet mbaroj. Pse intereson shtyria atij? Nuk më duket në sens, pra, më duket në sens zbatimi i çdo presjeje juridike. Pra edhe në këtë rast, në rast se gjykata duhet që 10 ditë përpara të ketë lajmëruar të pandehurin, në rast se nuk realizohet ky afat, ai ka drejtën e ditë dhe thotë procesi nuk ka nisur siç duhet. Ka marrë njoftim ditën e premte dhe thotë nuk paraqitem dot sepse nuk është koha mjaftueshme që më lejon gjykata për të paraqitur në proces. Dhe procesi pastaj për vërtet është shtyr edhe për një fakt tjetër, ka të bëjë me me gjyqtarin po e kam pas të pyetje, këtu ti nuk e i din që ky po kërkon një farë shtyrie proceduralisht për kërkesën e dorëheqjes së gjyqtarit. Jo, them ka një problem tjetër, po mos u fut. Tjetër është edhe lutem se un kam pyetjen për këtu. Ligji e ka rregulluar atë pjesë kur të vim te ajo pjesë të diskutojmë, por nuk është arsye. Domethënë, ne kemi parë Berishën që edhe të kundërshtoj masën e sigurisë. Masë sepse ashtu mendonte, që masa sigurisë ishte një shkelje ligjore. Aq më tepër për një procedurë të tillë që në rast se është shkelje ligjore, pra mos lajmërimi në kohë, ka zbatuar një procedurë që është normale. A mundem? Baton? Atëherë, Berisha ka hyrë në një betejë politike. Korriku dhe gushti janë 2 muaj cilët realisht njerëzit nuk kanë vëmendje në këtë gjëra. Nuk ka gjyqje, mbyllen gjyqet në gusht. Korrik gushti nuk ka vëmendje, thotë pavarësisht se ç'ndodh. Nuk ka vëmendje. Dhe Berisha do provoj që korrikun ta mbyll pa asnjë seancë. Pra arsye se spektakli duhet në shtator. Dhe është normale për një politikan i cili pretendon që në shtator të bëjë 2 beteja. Betejen për spektaklin brenda gjyqit dhe betejen jashtë për ta shtyrë Edi Ramën që ta shkarkoj Erion Melin. Këto janë 2 gjërat të cilat ai e ka në mendje. Tjera gjëra procedurale, për ata që e njohin Berishën, për ata që e njohin natyrën, Berisha lufton për çështjet procedurale për të ndërtuar betejë politike. Por te kjo betejë gjithashtu ekziston edhe një gjë tjetër, që Berisha në një farë mënyrë të ndërtojë rrëfimin e një procesi politik që nëse nuk e humb këtu ta rikthej betejën prapë në Strasburg, që ta vazhdoj sa më gjatë derisa të merr vendim Strasburgi. Këtu janë arsyet pse Sali Berisha momentalisht e ka një sjellje të tillë, ai do vonoj gjithmonë përmes procedurave se nuk do të paraqitet ose do të thotë që unë nuk e kam marrë një ftesë 2 javë para dhe në seancën tjetër do e kemi të njëjtën gjë. Në fakt baton që mos ngatrohemi, edhe mos ngatrohemi me publikun. Ftesa
pregatitet në seancën përgatitore që ka gjykata, minimalja 10 ditë para. Por kjo nuk do thot që duhet t'i shkoj pa tjetër të Pandeuri 2 javë para që ai të vi pa tjetër në gjyq. Edhe 1 ditë para në rast se i Pandeuri merr dieni, duhet të marr masat që të paraqitet. Ai don edhe një gjë tjetër. Më kupton? Jo, e kam qartë. Ai don E rëndësishme, po e rëndësishme është që njoftimi të jetë para seancës. Ai don edhe një gjë tjetër. Me të thënë drejtën, brenda kësaj betejë me politike, për një gjyq politik, si thot Berisha, ai don edhe pak policia të shkon atje që ta merr edhe të bëjë një gjë. Procedurat janë të qarta. Në rast e politike si janë qarta kur? Jo, procedurat ligjore janë të qarta. Në rast se ndërhyn politika pasaj, sigurisht që elastiku i ligjit normal që do filloj, do hapet dhe do mbyllet. Është tjetër problem. Por nga pikpamja e njoftimeve, ato janë të rregullta, më fal. Nga pikpamja e njoftimeve, ato kanë shkallën e tyre. Në rast se njoftohet dhe nuk gjendet, përsëritet thirrja. Në rast se njoftohet dhe nuk pranon të firmosi, thirrja përsëritet me polici gjyqësore. Në rast se njoftohet dhe merr dieni, i Pandeuri, gjithnjë flasim për të Pandeurin, se dëshmitari është më thjesht, e kap e paketon dhe e sjell, i Pandeuri, në rast se nuk ka arsye të përligjura të paraqitet në seancë gjyqësore, gjykata urdhron shoqërimin e detyrueshëm të tij, derisa i Pandeuri të shpreh vullnetin që të rri apo jo në seancë. Duhet të kuptojmë një herë mirë dhe për publikun. Avokat, një pyetje, zoti Maltezi e ka pas? Më fal. Zoti Maltezi e ka pas me kohë ftesën? Derisa është paraqitur, do thotë që e ka pasur. Vazhdimisht nuk e ka marrë ftesën. Do me thonë... Vazhdimisht nuk e ka marrë ftesën, baton. Logjika... Edhe më përpara. Logjika e dorëzimit ftesës, ose logjika procedurale, mendoj është jo serioze. Po, ama është logjik që... Refuzimi është logjik që duhet ndihmë. Avokati tha, si procedurë, bie gjyqi. Po, avokati do thotë gjithë e vetë. Jam plotësisht, po... Po, që ergëzisht një fjali, që ta pyes avokatin. Për shembull, zoti Berisha në 2 javë të ardhshme nuk është në shtëpi, është në pushime. Kush do e nënshkruaj atë? Kërkoj policia gjyqësore, ku do t'jetë, do ja paraqesi. Policia gjyqësore, po prap do thotë jeni ardhur vetëm 5 ditë. Hajde një herën tjetër në po caktuar. Jo, por nuk është e përcaktuar. Se përcaktuar si ko, po thot avokati. Edhe 1 ditë para ta marrë vesh tot. 1 ditë para ta marrësh ditë. Ai ishte detyruar të paraqitesh. Vetëm në rast se i smur dhe paraqet një raport në gjykatë. Në rast nuk ka parashikime që i Pandeuri duhet ta marrë patjetër 2 javë para që të përgatitet të krijet, të rregulloj kostumin e të jetë i gatshëm për ditën. Nuk ka kohë para përgatitore. E rëndësishme është që njoftimi i gjykatës të jetë bërë i rregullt me kundër firmë të paktën 1 ditë para seancës. Nuk ka kohë, domethënë nuk ka kohë të përcaktuar që thuash, po s'mjaftove 2 javë para unë s'të vi. Qoftë 1 ditë para, po erdhe ti, po morë dieni ti i detyruar të paraqitesh. Ky është thelbi i njoftimeve, por njoftimet, baton edhe për publikun, janë shumë delikate, sepse në shkallët e tjera të gjyqësorit, njoftimet janë pika e parë ku kapet procesi rregullt ligjor. Ka një përplasje se gjykata funksionon me procedura ligjore dhe merret me gjyqin, ndërkohë që Berisha i përgjigjet me mjete politike. Dhe këtu është një luftë, është si lufta e krokodilit me tigrin. Që themi që s'është vetëm Berisha, po përgjithsisht në 35 vjet në Shqipëri. Normalisht. Kjo ka dominuar përgjigjja politike. Gjykata ka çon letrën për procedurë, Berisha nëse nuk shkon, nuk është se nuk shkon për çështje procedure, nuk shkon për arsye politike. Dhe Berisha me sa duket po kërkon ta shtyjë gjyqin sepse jo vetëm për ato që thot Batoni, por edhe për arsye tjetër sepse sa më vonë merret vendimi që mund të jetë i dëmshëm për Berishën, mund ta dënojë, që e nxjerr nga politika, ai do ta shtyjë edhe mundësisht deri në zgjedhjet e ardhshme. Sepse do shkojë një vit 2 vjet gjykimi, do ta çojnë apel, do vonohet apeli, do ta çojnë në Strasburg. Kështu ka edhe argumenti zotit Axhiu kenë betejë Berishën sigur. Argumenti zotit Axhiu është interesant, ka dhe gjë kështu që thotë se do t'i duhet shtatori që është shtinë mirë për që ai të bëjë një luftë politike dhe nuk i duhet tani fare që s'ka njerëz që në praktikisht ka përqenë një proces i gjatë, domethënë nuk e ndryshon këtë proces një seancë e qershorit apo një korrik. Po ajo nuk ka filluar dhe ne jemi detyruar tela të përpiqemi të themi se çfarë po ndodh realisht. Parashikoj që minimalisht është 1 vit. Minimalisht. Mund shkoj shumë më tepër. Minimalisht. Në rast se ky proces procesin e zotit Mediu sa ka nisur dhe sapo zgjat. Në rast se ky proces mbaron për 1 vit është shumë i bi që shtyn arrestin ai më shpejt.
Zjat shumë si proces. Kështu që janë procese të cilat, që thot zoti Mërtiri, gjykata nuk ka konstatuar faktin që i pandeuri nuk është paraqitur dhe nuk do të paraqitur. Gjykata ka konstatuar parregullsinë e njoftimeve. Qartë. Ka hyrë te ajo fazë. Pyetje tjetër tani që shkon në... Ajo çështje po. Okej, pyetje tjetër që shkon në te avokati. Gjyqtarja Elsa Ulliri ka kërkuar përjashtimin nga procesi me argumentin se është kushërirë me deputetin e Partisë Demokratike Andja Ulliri. Po. Zoti avokat, a quhet ky konflikt interesi dhe ç'ndodh në këtë rast? Shko, në rastin që gjyqtarja Ulliri ka treguar integritet përsa i përket procedurave të rasteve të dorëheqjes dhe të përjashtimit dhe atë që ju quani konflikt interesi. Kodi procedurës penale ka të parashikuar qartësisht në nenet 15, 16 dhe 17 mbi dorëheqjen e gjyqtarëve, ku gjyqtari në rast se ka shkaqe të rëndësishme dhe objektive, një anshmërie të cilat mund t'i lënë palët të kuptojnë që drejtësia nuk mund t'jetë objektive, ka të drejtën e saj të jap dorëheqjen. Dorëheqje e cila merret dhe shqyrtohet nga kryetari ose në rastin konkret nën kryetari i gjykatës së posaçme. Ai do vlerësoj pasaj është brenda rregullave dorëheqja apo jo. Nga pikpamja proceduriale referuar në 17 kodit procedurës penale, gjyqtari Ulliri me të drejtë ka thënë për shkak të rrethit të gjinis sa afërt që kam me një deputetet Partisë Demokratike, mund të kem shkaqe objektive një anshmërie. Për këtë arsye jap dorëheqjen. Ndër këtu gjithçka është në rregull. Ne do të dëgjojmë argumentat e nënkryetarit ose kryetar, por është nënkryetar de facto, që do marrë do shqyrtoj miratimin ose jo të dorëheqjes. Dhe gjithçka këtu është normale. Për atë që ju diskutuat pak më parë, kjo dorëheqje ose miratimi apo jo i kësaj dorëheqje derisa të bëhet nga kryetari i gjykatës nuk e pengon procesin, sepse procesi parashikon edhe në rastet kur jepet dorëheqje, edhe në rastet derisa ajo të miratohet, edhe në rastet kur kërkohet përjashtimi i gjyqtarit, derisa nuk jep kjo trup gjyqësore vendime përfundimtare, mund të vazhdojë po i njëjti gjyqtar dhe nuk e pengon procesin, nuk ka lidhje me procesin. Mund të vazhdoj kjo gjyqtare, derisa të vazhdoj nënkryetari ta miratoj apo jo dorëheqjen, e rëndësishme është që në atë vendim gjyqësor mos jepet vendim themeli, po themi dënimi apo pafajësie. Dhe ne nuk jemi aty. Vetëm aty mund të përjashtohet gjyqtarja. Avokat, e kam një gjë, si drejtësia është vetëm një profesion, nuk është asgjë tjetër. Në mjekësi, për shembull, mjekut kryesor nuk lejohet të operojë vetëm antarin e familjes që është fëmiu. Dhe për të gjitha tjerat, ai detyrohet të kryej detyrën e vet ose detyrën e profesionit. Domethënë, zoja Elsa tregon që nuk e ka kuptuar profesionin e drejtësisë si duhet. Janë 120 kandidat të Partisë Demokratike, potencialisht, dhe secili prej tyre mund të jetë në gjyq. Mund të jetë deputet dhe mund të jetë në gjyq. Të kuptova. Dhe kjo do përjashtojnë 120 vetët. Dhe të 120 vetëve, të cilët kanë familjare e gjëra, proceset gjyqësore nuk do përfundonin asnjëherë. E kuptova. Dhe zoja Elsa ka detyrë drejtësinë dhe profesionin që për cilin ajo është e thirrur. Të refuzosh të gjykosh për fakt se një antar i familjes është në Partinë Demokratike, kjo është do ta refuzosh profesionin. Ka vetëm një gjë që ka rrethana. Qa është referenca, këtu janë dy referenca. Një është referencë e karrierës, që zonjusha frigohet për që akti final i saj, nëse do t'jetë kundër, do të shënohet, ose do t'jetë vetëm ajo që refuzon të jep pro dënimit, ta zëm. Dhe do t'jetë referencë e keqe për karrierën e saj, për arsye se atëherë do të paragjykoj se e ka dikë të familjes në Partinë Demokratike dhe prandaj e ka quar dorën kundër. Dhe e dyta që unë mendoj është që ka presion dhe nuk e durën presionin. Ndryshe, nuk e kuptoj që një njeri... E dyta është më e mundshme. Po, është e mundshme, po atëherë, po dhe profesioni jonë është i vështirë, që të flasim për njerëz me emrat përveçëm, kur dalim këto, na e krijojmë një armik jashtë.
patjetër. Dhe nëse krijojmë një armik jashtë, kjo nuk do të thonë që është mirë për ne, por ne kemi në dyrë publike. Jemi në Shqipëri. Ta shpjegoj avokati. Në Danimark do kishte sens. Ma mori tela. Por Britani ose në Danimark ose në vende nordike do thosha unë. Tu në Shqipëri ka probleme. Ditën që Hollshorti caktua gjyqtarja, nga ai moment e disa ditë me radhë, po them në të gjitha mediat që janë kundër Berishës, por në të gjithë opinionin që është kundër Berishës, filloi direkt para gjykimit. Pra kjo gjyqtarja, meqense është kushërire deputetes, do jetë në lloj tjetër qëndrimi, do mbështes ndoshta Berishën, do marrë një vendim që nuk do i pëlqej popullit. Avokati, okej. Para gjykimit detyron atë. E mendova unë këtë në momentet që më hyre ty. Kjo do ishte nëse gjyqtarja do jepte vendim pro Berishës. Po nëse do jepte kundër Berishës, kjo do i rriste vlerat. Sa shkedim pra shpjegoj. Para gjykimit çdo vendim. Shpjegon avokati. Ta shpjegojmë ligjërisht, duke ju referuar asaj çka ju zoti Tela thatë. Dhe atë çka zoti Haxhiu shpjegoi, mjekësia dhe drejtësia, duke qenë se nuk janë matematik, patjetër që kanë dhe interpretime. Referuar nga ajo që ju thatë, për faktin e thjesht që pasi u hodh Shorti në shumë media, u përpunua opinioni publik që kjo zonjë nderuar duhet të kishte apo jo shkak një anshmërie, ajo profesionalisht, referuar kodit procedurës penale, është pikërisht neni 17 gërma e kodit procedurës penale, ku të thotë, kur ka shkaqe të besueshme një anshmërie, jep dorëheqjen. Atëherë, a nuk janë shkaqe të besueshme një anshmërie për opinionin publik dhe në ndukje fakti që shumë media ty të përflasin dhe thonë që ti nuk do marrësh një qëndrim të drejtë në këtë proces, atëherë ajo shumë profesionalisht për të mos patur asnjë hyje media nuk është se të ndikon. Po media ndikon opinionin publik, jo. Opinionin publik në Shqipëri. Gjyqtari nuk ka pse ndikohet nga opinioni publik. Gjyqtari do të rezistoj presionit e opinionit. Shumë mirë. Atëherë tani mos i kërkojmë një zonjë, një gjyqtare që të jo është referuar proceduralisht. Prandaj proceduralisht ajo brenda. Kur ekzistojnë shkaqe, ligji thotë kur ekzistojnë shkaqe që më ndikojnë mua në vendim. Jo, ligji thotë kështu. Kur ekzistojnë shkaqe të tjera të rëndësishme një anshmërie, në interpretime që ju për më interpretoni opinionin publik, atëherë po interpretoj dhe unë. Se kjo ka marrë se tëra mediat dalin dhe thonë që ti e kushuri me këtë deputetin që ka shef atë, patjetër në media, më fal, në media krijohet perceptimi i gabuar që ti të marrësh një mediave dhe marr vendim. Nuk është presion ky. Po kjo është në kjo është gjyqtarja dhe këtij deputetit të Partisë Socialiste. Nëse ka kushte për që një anshëm. Jo, ka shkaqe, jo shkaqe, pra do të interpretojë. Jo, avokati kam vetëm. Tani mos e citonte një nga kolegët tanë. Ka po proces tjetër. Jo është proces me dikë tjetër tani. Dhe ai me këtë vazhdon ajo fort. Aurel Jeroem. O shumë rëndësi. Miku ynë më në një raroni. O shumë rëndësi e kundërta kësaj. Nëse kjo merret si referencë se ka konflikt interesi, se ka dikot Partisë Demokratike. Në të njëjtën mënyrë mund të themi kjo është e ka dikon Partisë Demokratike, nuk duhet ta gjykoj ose të marr pjesë në një proces gjyqësor për dikë të Partisë Socialiste. Po mbi çit logjik, si mund ndërtohet një proces gjyqësor? Se s'bën kur gjyqe kështu. Po jo, është e gjithë. Jo se ajo, kjo logjika thot kështu. Me qenë se unë kam një fare fisni me dikon Partisë Demokratike, jam e ngjyrosur politikisht dhe natyrisht. Kryetarin e Partisë Demokratike, për ish kryeministin, nuk po flasim për jo njësoj është ajo. Sa done ti përpiqemi të janë njësoj, ai është tjetër pozicion. Unë po flas për parimin, Zoti Haxhiu, ne po flasim këtu që kjo gjyqtare për mua ka treguar integritet dhe ka thënë që shiko, vlerësoni dorëheqjen time se nuk ka mbaruar procesi. Do çohet nën kryetari. Nuk duhet morali i saj, mund vy profesionalizmi i saj. Profesionalizmi është shumë i lartë. Sepse nuk ndodh në Shqipëri që gjyqtar të këtij lloji të japin dorëheqje me vullnet. Në Shqipëri shpeshherë gjyqtarët dhe fshihen. Dhe nuk thonë që po, unë kam një konflikt, apo kam një veprim si pas nenit 15, 16, 17 kodit procedurës penale. Avokat, kjo i bie, avokat. Kjo gjyqtare nuk u tërojtë për shemull ndaj Klaren Ndrecës. Ja, po ta jam, Toni kolegu ju, një sekund. Avokat i djallit. Edhe po thëmë, kjo gjyqtare e ka lexuar aq mirë Lëndën, sa e din që dënimi do t'jeti i plot fuqishëm. Dhe me qenë se dënimi do t'jeti i plot fuqishëm, ajo heq dorë prej
prej këtij procesi. Pra, vazhdojmë te paragjykimi Ju prap. jepni këtë. Jo, Te paragjykimi jemi prap. Paragjykimi është ajo. E di çfarë po thon këta, një kolegu ju Po, ajo po jap dorëheqje për shkak paragjykimit. Etika false Unë t'i japim- e gjyqtarëve që su bën dora të dënojnë Berishën. Pra kjo nuk e dënon dot Berishën dhe bën këtë thotë si veprim. ajo që Po ne kemi drejtë ta themi këtë, por avokati është duke thënë një gjë që ajo ka të drejtë, edhe ajo ka të drejtë, Patjetër. pavarësisht nga qëllimi që ka ajo. Por pavarësisht se nga vendimi në kryetarit një. Varet nga çfarë premise niset. Nëse ajo do japi vendim pro Berishës dhe nuk do ta bëj këtë sepse ka konflikt interesi, paragjykojmë dot tani. po themi po këtu po ke drejt. Por nëse ajo ka frikë të japi vendim për Berishën dhe lahet Jo, ajo thot çdo vendim që do marrë, çdo veprim që do bëjë, do paragjykohet thotë ajo. Sa të nisi Po. merr vendim kundër Berishës. Po një pjesë e mirë e medias i thot në këtë rast që ti nuk ke fuqi të dënosh Saliun. Atëre. Dhe bën këtë Paragjykim pra punë është për edhe arsye. ky. Edhe ky është një. Dhe kjo nxitë këtë sot avokat. Procedurë një paragjykim dhe atë që thot zoti Axhilli dhe që thoni ju. Po më fal. Jo nuk e them unë këtë, thanë kolegët. Është paragjykimi arsye për të mos gjykuar. Jo, po është arsye për paragjykimor, po dhe kur jep mendim, edhe kur thua para. Mund paragjykojmë çdo njeri. Ta shpjegoj. Në rast se çështjen ti e ke marrë dhe ke lexuar, duhet kuptojmë nga procedura dhe nga gjithë një proces i rregullt ligjor. Çështja ndërtohet sot e tutje, nuk është ndërtuar me atë çka ka quar prokuroria. E thënë me pak fjalë, të gjitha provat që prokuroria ka mbledhur gjatë hetimit, sot fillojnë nga e para në seancë gjyqësore. Po, patjetër. Në gjykat ndërtohet prova e parë, që është dëshmia, në gjykat ndërtohet shkresa, do të thotë që gjyqtari, pavarësisht nga materialet që ka nga prokurori, sot do shkojnë në seancë gjyqësore dhe do filloj të dëgjojë të gjithë argumentat nga e para. Dhe në rast se unë dëgjoj gjysmën e këtyre argumentave dhe nesër them që nuk e di do të moment se kemi është tjetër gjë. Por sot gjyqtaria ka thënë, pa dëgjuar provën e parë unë do iki. Gjyqtari e di e ka parë dosjen besoj. Ka parë dosjen, po dosja Martire, ti ti ke shkërkuar kësaj? Si? Nga një pjesë e mirë e medias i shkërkuar, po normal. Ishte në ti e kushërira e nësishme. Pa lidhje është ajo, edhe mediat pa Dakord, më lidhje. dakord. Nuk po themi jo. mediat- Shumë gjëra në vendin ku ne jetojmë në baton, nuk është se janë me lidhje. Po, Zoti Axhiu, shumë kështu është gjë në gjithçka, reformën në drejtësi kanë një fjali. Dukja e drejtësisë. duke. Dhe dukja në Kjo këtë është rast është procedura cënuar. Tani, zonja Zama, ndihmon me zonjën Zama regjia. Nuk e kemi? Po, zonja Zama, cilat janë akuzat me të cilat përballen Berisha dhe dhëndëri i tij, konkretisht në këtë dosje, që duhet për gjyqin që duhet fillonte sot. Atëherë, dy akuzat janë korrupsion dhe pastrim të parave. Zoti Maltezi akuzohet se është favorizuar për t'i kthyer një tokë që i takonte nga familja e gjyshit të tij, dhe është favorizuar nga kryeministri në detyrë në ato vite, gjithashtu dhe vjeri i tij, zoti Sali Berisha, përmes përfitimit të një prone që sipas dokumentave që kemi parë në dosjen hetimore ka qenë e familjes së tij, por është favorizuar nga qeveria dhe me disa vendime për të shpallur terrenin tokë ku mund të ndërtohej, pra i është ndryshuar statusi tokës, por gjithashtu edhe duke futur procedurën e pagesës me bono privatizimi të objekteve që kanë qenë mbi këtë tokë, ai është favorizuar dhe ka përfituar tokën ku më pas është bërë investitor një kompani ndërtimi, është ndërtuar një kompleks rezidencial me 19 pallate dhe në fund fare ka përfituar 5.4 milion euro të palishme, të cilat prokuroria i konsideron si produkte të veprës penale. Me këto para të përfituara, prokuroria e posaçme shprehet se Berishës i janë mbuluar disa shpenzime shëndetësore, 3.000 euro pagesa për pushime, disa financime, donacione për fondacionin e bashkëshortes së tij, zonjës Liri Berisha, dhe 2 vitet e fundit, 2023 dhe 2024, janë paguar fatura për shpenzimet gjyqësore që ka patur për heqjen e nëngratës në Britaninë e Madhe apo pagesën e zyrës ligjore që ka patur në Francë për të paguar ish sekretarin e shtetit amerikan Blinken. Për t'i sqaruar të gjitha këto akuza, për mua personalisht mendoj Kuptoj. Po,
për të paguar, madje mund t'i them edhe me shifra se i kam këtu. Në 2016 Home Plan ka transferuar para në fondacionin e zonjës Berisha, 18.000 euro, ndërkohë që janë paguar në 2022 $72.000 për studion ligjore në Britaninë e Madhe, 201.000 euro dhe $54.000 për studion ligjore po në Britaninë e Madhe dhe 213.000 euro për studion ligjore në Britaninë e Madhe. 13.000 euro në 2021 për studion ligjore në Francë, sipas proces verbalit që ka SPAK tek dosja. Mendoj, në rregull je vetëm e the ndryshe për zotin Blinken, prandaj Për gjyqin ndaj tij. për gjyqin ndaj tij. Po, për gjyqin që ka patur, pra veten ligjore që ka patur me zotin Blinken në Francë tash. Po. Qartë. Për mua, nëse i sheh këto akuza se si janë lidhur, kjo është një nga çështjet më të dobta. Para se të mbrish, jo para se të mbrim tu. Po. Para se të mbrim te konkluzion. Pra, sipas SPAK-ut, a mund të themi përveç jush edhe avokati, cilat janë shkeljet dhe pastaj është konkluzioni juaj, edhe i çore këtu. Shkeljet dhe favorizimet që ka bërë kryeministi. Si argumentojnë se i ka ndihmuar dhëndrin e tij? Thoni ju dhe avokati dhe pastaj ja ti them nga ana logjike unë dhe pastaj nga ana e akuzave le ti thot zoti Beçi. Pikë së pari, SPAK akuzon zotin Berisha se ka krijuar agjensinë e kthimit dhe kompensimit të pronave, ndër të tjera dhe për të ndihmuar dhëndrin e tij për t'i dhënë si ish pronar tokën. Gjë që është pak qesharake dhe as pak e vërtet, sepse vërtet ka shumë familje që janë penalizuar dhe nuk e kanë përfituar pronën, por ka dhe qindra mijëra familje të cilat e kanë përfituar pronën. Kështu që ta vërtetosh të tezë, duhet të vërtetosh jo vetëm familja Begeja dhe 4 familjet e tjera tiranëse që ishin përfituese të 28.000 metrave katror në atë zonë, kanë përfituar nga kjo. Pjesa e dytë, se ku dyshohet që ka ndihmuar Berisha, është lidhur me çështjen e amendimit nisjes së një vendimi të Këshillit të Ministrave që lejon pagesën me bono privatizimi të pronave publike që janë ndërtuar mbi pronat e ish pronarëve. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që nëse ti ke patur një pronë në kohën përpara periudhës diktaturës komuniste, ajo pronë të është marrë, të është frytzuar dhe nuk të është dhënë asnjë lloj Okej, se ti po shpjegon tani që unë e kisha pyetjen vete, sa qëndrojnë akuzat, sa e fortë është dosja. Meqense Po unë të bëjmë pyetje si argumentohet se e ka ndihmuar dhëndrin. Se një argument e ka si argumenton SPAK-u, Ola, jam okej që ti t'japësh mendimin tënd, sa e fortë është dosja Partizani, nuk është e fortë, është e dobët. Është bërë ky vendimi. Si argumentohet që ka ndihmuar dhëndrin? Ka marrë vendim të Këshillit të Ministrave ku e lejon që të paguaj me bono privatizimi duke i ulur vlerën reale të parave që nuk fitojnë nga prona. Po ashtu ka ndryshuar dhe ligjin për sportin. Po ashtu i bërë presion edhe një generali për t'i liruar pjesën e pronës te kompleksi Partizanit, sepse në atë kohë ka patur një konflikt. Pra, ju dhe mbroni idenë, pastaj që kjo nuk është një dosje fortë. Dhe statusi i pronës. Kjo mbroni idenë që nuk është një dosje fortë, pasush dosja Partizan, ASPAK. Vjojmë avokatin unë dhe pastaj me kolegët. Nuk ka të bëj me shumë të mëdha parash. Nëse kemi të bëj me shumë të mëdha parash, kemi shumë koncensione, shumë apera dhe shumë ligje me porosi të bëra në kohën e Zotit Berisha, edhe për grupe oligarkësh edhe interesash ekonomik, por jo në këtë çështje. Okej, avokati? Referuar faktit procedurial, do flasim edhe me procedurë. Faktit që prokuroria arriti të bëjë një hetim e të çojë në seancë paraprake, një gjykat bëri po themi filtrimin sipas procedurave të reja dhe vlerësoi në mënyrë empirike gjykata e hetimit e seancës paraprake dhe vlerësoi në mënyrë empirike faktin që po ti mund të shkosh në gjykim si prokurori dhe të kërkosh të provosh akuzat, tregon që ka diçka që do të diskutohet në seancat gjyqësore, tregon që ka diçka që do të diskutohet në shqyrtimet gjyqësore. Këtu sfida mbetet e prokurorisë, sfida mbetet në kuptimin e provimit të akuzës së korrupsionit pasiv
të ish kryeministrit dhe ish presidentit Republikës, duke lidhur atë në mënyrë të drejt për drejt me elemente veprës penale dhe korrupsioni pasiv, zonja Xama e prekur në mënyrë shumë logjike, po themi, dhe nga ana jo ligjore, jo me termat ligjor, por duke thënë, në rast se ti me veprimet e tua, me dashje, ke bërë një VKM të tillë, një ligj të tillë, ke krijuar një agjenci dhe ka përfituar vetëm ti dhe jo persona të tjerë, kanë përfituar dhe shumë qytetarë të tjerë pavarësisht nga veprimet e tua, sigurisht që duhet të provosh pasaj dhe mëtej dashjen, duhet të provosh lidhjen shkak pasoj për të shkuar në konkluzionin e arritjes së kryerjes së veprës penale, konsumimit veprës penale. Është e vështirë dhe prandaj unë e kam thënë që në emisionet e para tek ty, është sfida më e madhe që ka prokuroria, sfida më e madhe që ka prokuroria për sa i përket shqyrtimit gjyqësor të kësaj dosje. Dhe fati madh është që shqyrtyr që do kemi një proces gjyqësor ku do shqyrtohet çdo provë për të parë çdo element të mundshëm të ekzistencës së veprës penale të korrupsionit pasiv të zyrtarit të lartë. Në rastin konkret, lidhja shkak pasoj me veprimet që ti ke kryer si kryeministër dhe përfitimet që ke marrë në mënyrë të drejt për drejt apo të tërthort, do të shohim se si do të vej gjatë gjykimit. Deri tani, ne nuk mund të themi asgjë se si do të shkoj kjo çështje. Ti si jurist, si njëri ligj, sepse Ola e ka këtë mendim, po ti e ke edhe vazhdimisht studion time të shqetësim. Se kjo është një sfidë shumë e madhe. Po, edhe kolegë të tjerë këtu kanë mbrojtur, shpesh kanë mbrojtur idenë që në qeverisjen e Berishës ka momente tjera shumë interesante, shumë të rëndësishme. Mase shumë flagrante, shumë flagrante se sa kjo. Shumë bardhëzi, mund të kryer veprën penale. Letë mos e net për shumë si gazetar, gjithsesi tani të pyes kolegët. Mërtir, ti si e mendon tani? Këtu ka një abuzim masë, unë pash dhe sot deklaratën e qoftë Berishës, qoftë të LRI-s, qoftë të Maltezit, që thoshte që ne po në akuzojnë se në ka... Ne studion këtu, pastaj rilidhemi me Olën. Në ka denoncuar zoti Balla, por Balla ka gënjur sepse ne nuk e kemi pasur truallin, pra trulli ka qenë joni, nuk ka qenë shtetëror, etj. etj. Pra këta merren me aspektin periferik të çështjes. Fakt, unë kam qenë gazetar të 35 vjet tonë. Nuk përbën një subjekt të rëndësishëm, ndoshta përben, por unë kam qenë, kjo ka qenë një tokë shqitër italianëve, me thënë drejtë. Dhe pastaj ishë kësur shtetë shqiptar. Bë shqitur dikur në konë e zogut, me zogut, por nëse kjo është një gjë që duhet të këshim para institucionet të ligjit. Akuzan vetë nuk është për... Kuptonë me bëtën, ka qenë... Nuk është për... Dhe unë jam marrë me këtë kur ka qenë kërredaktori Gazetës Republika. Dalë kjo çështje vlet ta gjykojë gjykata, por unë shoh që mënyra se si mbrohen publikisht zoti Berisha apo njerëzit e tij, nuk i përgjigjet asaj çfarë na ka dalë se për cilën akuzohet. Zoti Berisha nuk akuzohet se ka bërë ligje që kanë favorizuar pronarët dhe ka përfituar dhe dhëndri. Zoti Berisha akuzohet se ka krijuar një rrjet njerëzish, ka përdorur një rrjet institucionesh nëpërmjet cilave ai ka transferuar një pronë e cila ka qenë në pronësi të shtetit, apo të paktën të Ministrisë Mbrojtjes, e ka kaluar në pronësi private të pronarëve. Dhe këtë e ka bërë në kundërshtim me ligjet, në kundërshtim me rregullat, në kundërshtim me planin urbanistik, ka përdorur njerëz që i ka pasur në pozicione kyçe, ka kërcënuar shef në shtabit, mos gaboj, ka shkarkuar nga puna njerëz, pra ka krijuar një skemë të tërë nëpërmjet cilës ai ka arritur ta përfitojë këtë pronë, një dhe dyta ta shumë fishoj, sepse nuk ka përfituar vetëm pronën e vet, por ka përfituar edhe 5 milion euro të paktën shtesë, të cilat kanë ardhur nga fakti që zoti Maltezi është ofruar që vetëm unë ja u bëj këtë, kështu që më jepni mua përqindjet që unë ja u realizoj. Dhe ky e ka bërë këtë sepse ka pasur vjerrin kryeministër. Tani gjitha këto, unë nuk marr përsipër të them nëse është apo s'është fajtor, këtë e vendos gjykata. Por unë ndoshta ajo janë nisur që nga ky momenti këta. Ajo që ne mund të themi, ndoshta janë nisur nga momenti kur kjo është shitur italianëve. Që ta përmbyll, ajo që ne mund të themi është fakti që ai nuk akuzohet për atë çfarë thonë këta. Pra ai akuzohet për një grup, pra për një përpjekje në bashkëpunim për të përdorur shtetin për interesa private. Dhe mua më duket që kjo qëndron si akuzë. Pastaj vërtetohet kjo pastaj. Është dobët thonë sepse kjo ka 35 vjet që bëhet në Shqipëri, për ne si gazetar. Këtu janë bërë krime shumë të mëdha. Tela, të ndërhyj pak, shiko, duke qenë se kemi të bëjmë me një ndërthurje të fortë të
të së drejtës penale, me të drejtën administrative, me të drejtën civile, sigurisht gjyqi do jetë i vështirë. Sepse kemi ndërthurje të konflikteve civile, konflikteve administrative, shkeleve administrative, shkele civile, të cilat nuk e dima do shkojnë tek penalja. Ajo që thoni ju mund të qëndroje drejt përsa i përket... Ndoshta zgjedhur dhe kjo mo. Ajo që thoni ju mund të... Zoti avokat. Përsa i përket... Zoti avokat. Momenteve... Ndoshta zgjedhur dhe kjo mo, që të mos mbaroj kur... Ore, jam dakord dhe me këtë, duke qenë se filloj me ato që ne diskutuam për vendimet kolegjale dhe gjatë rrugës prokuroria me shumë të drejtë e rregulloi shënjestrën dhe e kaloi vetëm në korrupsion përsa i përket elementeve. Nuk është vetëm kjo, sepse është dhe hetimi pasuror këtu. Sepse Jo, prit, të flasim për çka kemi në dorë sot. Sot kemi në dorë një akuzë korrupsionin ndaj Sali Berishës, ndaj Arbër Maltezi 2 akuza që është korrupsioni dhe pastrimi produkteve dhe vazhdojmë pasaj populli Fatmir Bektashi, Gjimi Begeja dhe firma përveç kësaj shtohet edhe mos justifimi pasurisë. Do ne kemi parë që kanë dalë në media apartamente gjithë Europën, tash nga 150-300.000 euro apartamente në këto. Kemi pastrimi produkteve që po pjesë e gjyqit është kjo. Jo Sali Berisha. Flasim për akuzat personale. Akuzat janë personale. Dakor, po janë në njëri ka korrupsion pasiv, tjetri ka korrupsion. Kalojmë te, okay. Është një çështje. Që ta përmbyll atëre. Në rast se kemi ndërthurje të këtyre konflikteve të së drejtave, sigurisht që e kemi thënë dhe po e themi, jemi të rësyevesh për të parë se si do të vej ky rezultati i këtij gjykimi, sepse ky do bëj precedentin më të rëndësishëm edhe të gjyqjeve të tjera që do bëhen ndaj zyrtarëve aktual apo ish zyrtarëve të tjerë, se si janë sjell në raport me korrupsionin që mund të bëhet nëpërmjet krijimit të ligjeve apo VKM-ve të ndryshme. Është më e rëndësishme për këta që janë sot se sa për ato që ka qenë dhe kjo është një precedent dhe precedent që do hapet një rrugë. Ky gjyq e ka ngrit stegën e hetimit në nivel tjetër. Qartë. Qofse deri dje je akuzuar ke vjedh apo jo këtë shishe, këtu gjykohet në kompleks. Tani, nëse ne shohim dosjen, aq sa kemi pasur mundësi ta shohim 500 faqet e dosjes, fabula është e tillë që një ndërtues... Ka ndryshuar, më falë që ndërpres, proceduraliste që mos bëjmë atë gabim. Ato 500 faqe janë të vendimit të caktimit masës sigurimit. Baza ajo është. Jo, nuk është baza ajo. Ajo është vetëm një fillim, një dyshim i arsyeshëm që unë caktoj masën e sigurimit. Sot janë zerruar të gjitha ato. Sot ne flasim për një proces, një shqyrtim gjyqësor, ku çdo provë do merret nga e para, ne nuk e dim se çka ka ndodhur gjatë këtij viti me provat e reja, janë pasuruar apo janë zbehur provat e mëparshme. Fabula nuk ndryshon. Fabula është. Fakti penal një është. Një është pra. Domethënë ndërtuesi, Fatmir Bektashi, që e ka bërë korrupsion aktiv. Pra ka korruptuar dhëndrin e kryeministrit dhe kryeministrin. Kjo është fabula. Njëri ka korrupsion pasiv, njëri ka korrupsion aktiv, to dy janë pasiv. Pra, ndërtuesi ka korruptuar këta të dy. Kjo është fabula. Kto janë akuzat zyrtare. Dhe kjo duhet provuar. Jo, nuk është vetëm kjo. Bëhet fjalë për një skemë korruptive ku flasim për faktin penal, jo për kryeministri ka përfshirë shumë për institucione. Nuk besoj se ju Fatmir Bektashin këtë. Jo, po ai është personi që ka bërë korrupsionin aktiv. Ai ka akuzën për korrupsion aktiv. Këta dy tjerët kanë për korrupsion pasiv. Po kjo është fabula që ka ndërtuar prokuroria, pra kemi një person që ka korruptuar dy tjerët. Kjo është fabula. Tash kjo duhet provuar në proces. Çfarë ka ndodhur në proces? Ka ndodhur edhe me atë lejen e Italisë. Domethënë, familja ka pasur një tokë të trashëguar, e cila në denoncimin para prak u tha që ishte me dokumentat falsifikuar, pra e kishin blerë italianët dhe këta me letra falso e kishin marrë. Nuk ka kjo manë, se ka dorë po kjo është... Ka shumë rëndësi. Ai nuk akuzohet për këtë. Jo, për atë nisë të akuzohet. Pse për dorë Berisha kjo? Për këtë ishte denoncim. Kjo është kundër Berishës. Jo, u akuzua sepse një pronë të familjes Bektashi, të Beges, ka qenë tokë e tyre e kanë blerë italianët, dhe këta në 90-ën... Andi, ky është denoncimi që ka bërë Balla. Po, pra, kjo... Por ky nuk është, kjo në akuza. Po, mi pra, këtu ka nisur e gjithë fabula. Ta po merrem kod me çka ka thënë Ballat, nuk ka rëndësi. Jo, sepse do kishim akuzë tjetër. Këtu ka nisur fabula. Jo, ka shumë rëndësi. Po këta kur ja kanë blerë, se këta ja kanë kthyer shtetin shqiptar. Nuk e kanë tokën e tyre. Ta e kanë tokën. Ja kanë shitur shtetin italianët, ja kanë kthyer shtetin shqiptar. Jo, dëgjoj tash. Italianët ndërtuan aeroportin atje ku është. Fushën aviacioni që i themi ne. Dakor? Pran ishte edhe ca troje të tjera dhe thanë na duan edhe këto troje të tjera në ndihmë të aeroportit. I prenotuan, por nuk i blen. Nuk e kryen aktin e blerjes, nuk i morën. Kanë blerë. Pra, po jo, pra nuk i kanë blerë. Kanë gjetur dokumentin bank. Po, pra tash dole e provuar nga prokuroria që kjo tokë nuk është blerë nga italianët, është e pronarëve.
Me logjikën e këtyre do të thoshte që në të gjithë fushën e aviacionit në Tiranë nuk do të kishte asnjë ndërtim, sepse ajo tokë do ishte blerë nga italianët, është e marrë nga shteti më pas, është sekuestruar nga shteti dhe atje s'duhet kishte ndërtime. Nuk është thelbësore kjo man, se nuk, domethënë, Vim këtu tash. shiko, Vim te prona. ka bërë denoncime me Qose ne do ta ndjekim, si gjyqte. Ka një grup pronarësh. Ky është fakti, që hap pas hapi në çdo Kërkuan, Shiko, të mos futemi shumë thellë, sepse do ta ndjekim këtë Axhiu, do ta ndjekim si proces. se mbarova atë që po thoja. Po thuaj pra, konkluzion se ti tani po tregon fushën e aviacionit. Po ne për gjyqin po flasim. Pra ky gjyqi, Po nuk është thelbi kot thot ky dhe nuk është thelbi ky. Ajo që po them unë se këtë pretendime ngre Berisha, por Spaku nuk e akuzon për këtë. Spaku e akuzon se e ke marrë pronët pa drejtë dhe ke përdorur shtetin për të marrë pronën. Atëherë, Spaku akuzon ke marrë këtë pronën. Prona ishte e 5 familjeve, dakord? Po, pra. Këto 5 familjet kishin pronë për qark klubit Partizani dhe klubin Partizani. Dakord? Tani akuzohen se ka ndërhyrë që të privatizohet ky klubi. Është ngritur një agjensi e kthimit pronave, e cila ju ka kthyer pronat më 10 ishpronarëve, mes tyre dhe këtij. Pra nuk ka një vendim të dedikuar që klubi Partizani do t'i kthehet Jamarr Maltezit që është dhëndri Sali Berishës. Dakord? I është kthyer, pra nuk ka një vendim. Akuzar se ti ke ndryshuar ligjin për sportin, ti ke ndryshuar destinacionin e pronës. Pra I ikim nga ky moment, ju lutem. Pronën. Pastaj ka ndodhur privatizimi. Ju lutem, baton dhe presim te 2 pyetjet e Ka fundit. ndodhur ndryshimi i Por ligjit. ka ndryshuar gjitha këto që ti ndërtosh aty, pra. Domethënë, kjo është përdorimi i shtetit për interes privat, kjo është akuza. Ju lutem. Zoti Axhiu. Atëherë, një lider duhet largohet me votë. Dhe në momentin kur bëhet pengesë për demokracinë dhe nuk largohet me votë, atëherë normalisht që proceset gjyqësore ose krijimi i atmosferës për proceset gjyqësore është i gatshëm. Për arsye se liderët politik gjatë mandatit e tyre bëjnë shkarje qëllimshme ose pa qëllimshme dhe gjithmonë ka gatishmëri që fillohen proceset gjyqësore. Ky është rrëfimi për këto që po flasim ne. E para, do të nisëm nga një proces. Berisha ka pas një po themi takim marrëveshje që don apo jo të largohet nga politika, apo don që të ballavaçohet, që mos jetë pengesë e demokracisë, apo don që të ballavaçohet me proceset ose gabimet të tij gjatë pushtetit të 8 viteve të fundit. Dhe ai ka zgjedhur të bëjë betejë. Dhe meqenëse se ka zgjedhur të bëjë betejë, atëherë betejë e tij ka qenë non grata dhe procesi gjyqësor ka qenë. Kjo është fabula jashta procesit gjyqësor. Atëherë kur e kemi këtë fabula tjetër është rikthimi në politikë. Kur rikthesh në politikë procesin, mundohesh që procesin gjyqësor ta zhvlefsofsh për arsye se procesin gjyqësor ja shton atë fjalën e famshme, e bën proces gjyqësor politik. Dhe mobilizon njerëz, mobilizon militant, të cilët te kanë dashur ose janë pjesë e jotja dhe e bën një betejë politike me gjyqësi. Dhe kjo betejë politike mund të bëhet sikur gjithmonë bëhet, duke u viktimizuar, duke për shkak të mungesës ideve, duke e bë betejën me një proces, me një sistem gjyqësor që është i kontrolluar nga pushteti i tashëm, dhe natyrshëm një betejë me të gjitha ata të cilën e kanë krijuar Spakun, dhe Spaku është ai i cili ja ka vu kthetrat Berishës. Dhe në një pikë tjetër, pse ka qenë e rëndësishme ky gjykim ose kjo procedurë për Berishën. Për arsye se Berisha ka qenë një personalitet i fortë politik. I fortë me beteja të forta, shumë herë pa drejta, i ashpër në gjuhë, dhe natyrshëm që Spaku dhe ngritja e tij në institucionit sapo formuar ka mund të bëhet vetëm duke ngritur këtë akuzë ndaj një njeriu të tillë. Dhe natyrshëm që këtu është beteja për cilën na po flasim. Këtë që po flasim na të beteja, këto janë gabimet e liderëve të cilët i kanë bërë kështu brutalisht. Dhe Berisha është njëri prej tyre. Unë nuk po them se sa i korruptuar është Berisha, por që
vajza e tij dhe djali i tij kanë bërë namin. Këto e dinë edhe zogjë ndeg. Dhe na po flasim për një, për një strukturë të organizuar e cila e ka ndërtuar fuqinë përmes një njeriu që ka qenë pushtet. Dhe na nuk mund ta mohojmë këto sikur s'ka ndodhur asgjë. Shkelzen Berisha edhe Argita. Argita ka pas numrin e ashtë e madh të firmave që kanë pagu fi për t'i mbrojtur ajo, dhe ku si u bot dikush që sapo kishte formuar firmën e drejtësisë në vitin 2005, ti kishte mbi 100 bizneset cilat paguajnë fin për t'i mbrojtur ajo. Ma thoni, si është e mundur kjo. Edhe e treta që është, sistemi i drejtësisë sot është kriju prej Sali Berishës, po themi, ose prej pushtetit Sali Berishës. Fakulteti i drejtësisë, sistemi i drejtësisë, prokurorial e të tjera, nuk ka mundun të asnjë njeri të kaloj pa nënshkrimin e Argitës. Falni, ky ka qenë një proces korruptiv serioz, i pavrejshëm për arsye se ka të bëjë me ekselencën edhe akademike edhe gjys politike. Dhe sistemi i drejtësisë që ka që është prodhuar nga Fakulteti i Drejtësisë, ka qenë i kontrolluar krejtësisht nga familja Berisha. Dhe na nuk guxojmë që këto referenca t'i harrojmë. Dhe unë nuk di që nga viti 2004, deri në vitin 2013 ose edhe ma vonë 2015 që ka vazhdu, që sistemi i drejtësisë ka qenë krejtësisht i kontrolluar. Proceset gjyqësore të cilat kanë qenë në këtë sistem gjatë kohës së Berishës, nuk kanë mundur të kalojnë pa një pikë ose pa një pull ku njerëzit e familjes Berisha kanë thënë se procesi gjyqësor duhet kaloj kështu apo në këtë. Ata kanë vendosur. Dhe dorën në zemër, kur procesi gjyqësor, sistemi i drejtësisë nuk ka qenë ma proces korruptiv se sa në këtë periudhë. 2005-2015. Bile dhe sot i kemë pasojë edhe saj. Spaku është produkt, avokat, produkt për shkak dështimit procesit drejtësisë. Dhe kemi miliona referenca që mund... S'kishte ku të vinte më tej. Që mund... S'ka pas. Spaku është kriju, vetëm shikojni eliminimet të cilën ju është bërë gjyqtar. Të gjitha që thoni juve, jam shumë dakord, të gjitha që thoni ju, unë pres gjithë sy e vesh t'i shoh në proces gjyqësor të kthehen kova juridike. Po kjo është ana tjetër. Ka o diçka tjetër. Argju po thotë që kemi një produkt Spakun, i cili është rrjedhoi e punës së... Me qenë se më the, unë këtu asnjëherë si kam thënë publikisht. Si kam thënë publikisht. Po këtu janë krejt vërteta. Pra, është bërë një përpjekje, kështë një përpjekje e madhe për të shkatruar atë që po shkatron të gjithçka, një drejtësi që s'kish lidhje me drejtësi. Dhe desha të Ola. Ola e pat një çështje. Mori referencat e procesit gjyqësor në Francë dhe pagesat. Jënë mrenda krejt një logjike, Ola, pra arsye se kemi të bëjmë me një, po themi, vendim të State Departmentit për non-gratën, dhe me qenë se kemi një vendim tillë, procesi gjyqësor në Francë i ngritur, dhe lekë që kanë shku atje, kanë shku për një arsye. Dhe ato... Ajo është arsye... Si e lidh Spaku këtë, që Berisha e dinte që do shpallej non-grata në vitin 2008, kur i dha pronës familjes gjyshit dhëndrit të tij? Nuk ka se ta dinte këtë. Po se ka ditur, atëherë si mund t'i konsiderosh të pagesa produkte të korrupsionit që vin nga juve në vitin 2008? Unë ju dëgjova për minuta me radhë. Mund të them diçka? Nëse mund të them diçka? Unë po adresoj për para se ta thuash te unë do të... Ylli, lutem se nuk më le të them asgjë. Kështu që për hir të kësaj, tani, më falë. Pikë pari, nëse ne pranojmë që në Shqipëri ngritëm drejtsinë po të lutem se një gjë... të futim në të lutem. Se një gjë të pavërtet. Ja të lutem. Çfarë ishte e pavërtet? Ja çfarë është. Në 3 lajme që kam unë,
në portalin e emisionit të pa ekspozuarit, njëri lajmë shtendi, një i batonit dhe një i avokatit. Lajmi ten, një minut, një minut, po të lutem, një minut, se më the nuk më letë them asgjë. Lajmi ten të është një zgjyqi për korupcion ndaj Sali Berishës, Ola Xama, 2 pika, dosja mjaft e dobët. Ky është lajmi... Po si thash argumentat pse janë të dobta që ta kuptojnë mbase edhe zoti Mërtiri ta kuptoi që unë kam lexuar të gjithë argument. Unë të kërkova argumentat e Spakut. Një dokument që toka i është shpronsuar familjes, se ky ishte interesi i vetëm. A ka falsifikuar dhe kanë marrë ato tokën, pastaj që i takon toka familjeve që i kanë patur, patjetër që i takon. Që mbi tokën e këtyre i heqin fare që janë disa njerëz të pushtetshëm që mbase edhe kanë përfituar nga pushteti. Mbase dhe prandaj kanë marrë tokën. Çështja është në çfarë standardi presim nga kjo drejtësi e re? Kjo është çështja. Kjo drejtësia e re. Standardi është që ai që ka abuzuar. Ola, a mundet të ka ndryshuar ligjin dhe parlamenti. Si nuk ka një deputet të dalë dëshmitar dhe thotë, Sali Berisha më ka kërkuar të ndryshojë ligjin dhe doktor Pro, dhëndrit të tij. Si ka një dëshmi? Po ja para dëgjoj, një sekond. Ju lutem, të lutem Mërtir. Fare rastisht, kur unë kam qenë, po a do më dëgjosh lutem, një sekond vetë. Kur unë kam qenë kryeredaktor, po dëgjoj, i Gazetës Republika, për shkak se kompleksin Partizani donin të privatizonin presidentët që kanë patur këtë ekip, unë jam marrë me këtë temë dhe ka rezultuar... Tregoj kush ka qenë presidenti Partizanit? Bergjani. Bergjani. Që donin të privatizonte. Dhe ndërkohë, unë kam parë deri te banka dhe kjo tokë është blerë nga italianët. Është marrë me rekuizit, quhet. Nuk është në dosin e prokurorisë, Ylli. Nuk është në dosin e prokurorisë. Sepse do ta shpjegoj unë më pas kur të mbarojmë. Jo, nuk ja shpjegove të gjithën. Ylli nuk ta shpjegoj edhe një gjë. Nuk është në dosin e prokurorisë, pastaj koha e Fatosnanos, Ola ndëgjoj pak se janë vendime 39 dhe janë në dosje. Ja, cila është fuqia e dosjes? E Çajupit. Cila është fuqia e dosjes? Bergjani, si kryetari Partizanit, ka provuar që ta privatizoj këtë edhe në kohën e Fatosnanos edhe në kohën e Ilir Metës. As njeri, as tjetëri, nuk ja kanë bërë. Ylli, du të ta thush të me qenë se unë edhe ti e kemi njohët Bergjanin. Po, pra dhe kemi njohur dhe unë ishte redaktori Gazetës. Dhe pastaj, dhe rastisht e di këtë gjë. Bergjani e ka pas gëzimin matë madhë kërë në rrugë pushteti pikërisht për shkak kësaj tokës. Sekuestro lufte. Dhe qa ndodhi, e humbi ai të gjitha dhe kjo tokë ju dha dikuj tjetër. Kjo është e vërteta, Ola, pse e kohës tonë. Kjo tokë, tani si pas asaj që unë kam lezuar të materialet, se unë nuk po gjykoj se kush ka të drejtë. Na e kemi jetuar këto. Na e kemi jetuar 2002-2005. Çfarë kemi jetuar ju dhe çfarë kam jetuar unë. Nuk po i hyj fare kësaj. Unë po them, me këto që ka sjell prokuroria që ka çuar në gjykat, zotin Berisha, zoti Maltezi, Bekteshi dhe Xhimi Begen, sa qëndrojnë dhe sa nuk qëndrojnë. Si ka mundësi që prokuroria të thotë u ndryshua VKM-ja për bonët e privatizimit, kur ajo VKM vazhdimisht edhe sot është në fuqi shtyhet efekti. Dhe pas ka përfituar, unë kam bërë pjesimin, po unë kam bërë pjesimin. 1.64 që ka vetur nga një familje Maltezi, i bie të ketë bërë, të ketë iniciuar VKM që Maltezi mos paguaj 1.200 euro. Sa që i bie po ta pjesosh? Gjithë shifrën totale të... Nëse i merë veç e veç, duket sikur janë... Nëse i merë veç e veç janë kot, po të gjitha së bashku nuk janë më rastësi. Po si janë të gjitha së bashku? Është një skem, pra, ke ndryshuar VKM-n, ke ndryshuar ligjin për bonët, ke ndryshuar ligjin për sportet, ke ndryshuar tjetërsimin e pra objektin. Nga terren sportive ke bërë terren truall ndërtimi. Të gjitha këto, ke kërcënuar shef në shtabit, ke hequr nga puna prapë shtetit e shtabit. Pra gjitha këto janë një skem. Ato koncesionet me emër, që kanë 100 miliona euro dhe që kanë shkuar në offshore, koncesioni markimit karburanteve, koncesioni skanimit kontenierve, i pullave fiskale. Pse nuk heton kolaudimi? Dëgjoj. Unë ty janë të hetohen dhe tjerat, po kjo s'do të thotë që kjo është në rregull, pse s'hetohen tjerat. Po them kanë gjetur dosin më të dobët dhe sulmi që Berisha i bën Spakut në këtë çështje për mua është diçka
që nuk i liverdis fare politikisht, se në fakt, kjo dosje Berishën e ka heroizuar dhe s'paku i ka bërë nder për mua në sy të publikut me këtë dosje ka ishte dobët. Po mirë tani ajo atë mendim ka zëni. Po nuk mund thuar, shiko, nuk mund thuar se këtë thot Berisha. Unë po gjykohem thot se ka marrë pronë time, po jo nga prokuroria politike. Ikim, Ola, kam një pyetje tjetër që është pak e paqartë për shikuesin. Nga zhvillimi i pronës te kompleksi Partizani, sa është pasuria që ka përfituar Jamarbër Maltezi dhe përse investimi në ndërtim s'pak e konsideron pastrim parash? Atëherë, në total, s'pak thot, po, dita e shpjegoj këtë. Ka marrë tokën Jamarbër Maltezi dhe më pas ka themeluar një kompani bashkë me Fatmir Bekteshin dhe Xhimi Begen. Tani çfarë ka ndodhur? Si investitor, një pjesë të tokës ai e ka futur si vlerë kapitali. Një pjesë tjetër të parave i ka investuar Fatmir Bekteshi dhe një pjesë tjetër, si të tokës, edhe diku te 10.000 euro kontribut në kapital, ka dhënë Xhimi Begeja. Po të bëjmë këtë aktet e vlerësimit, se sa kontribut ka patur secili në një kompani, mua nuk më duket diçka shumë e habitshme. Vjen fuqia e atij që bëhet i pasur në sektorin e ndërtimit. Fuqia vjen tek ai i cili merr lejen e ndërtimit. Dhe nëse ai kontributi patriotik që thot në dosje Spaku është dhënë dhe është paguar në formë rishfeti, duhet të gjej atë zyrtarin që i ka dhënë lejen e ndërtimit, nëse ka qenë qoftë në shkelje, qoftë edhe mund të ketë qenë e lishme leja e ndërtimit, por nëse ti merr rishfet për të dhënë diçka të lishme, prap vepër penale e korrupsionit quhet. Pastrim parash, ç'a konsiderohet? Pastrim parash konsiderohet investimi në ndërtim. Investimi në ndërtim. Pra, shiko se si lidhen. Nëse Berisha bie si akuz që nuk e ka favorizuar Jamarbër Maltezin që të marrë tokën dhe përmes tokës më pas ai të ketë përfituar si ndërtues dhe kontributor pronar toke në këtë investim 5.4 milion euro, bie dhe akuza e pastrimit parave. Qartë. Ola, atë bëj një pyetje thjesht. I bie gjithë çështja. Tani të them edhe një fjali të fundit. Atë bëj një pyetje thjesht fare. Ja ta thot me leje ndërtimi mund të bëjmë para të gjithë, nëse ne e marrim. Nëse ne e marrim, merr lejen e ndërtimit, ajo që ndodh tani rëndom. Bëj një pyetje. Merr fut kleringun, edhe në fund fare të ngel ai 25% shi ataja që ndodh tani 35% kleringun, 40% pronarin e trullit, që e shet edhe bësh i pasur. Po shumë shkurt, ë? Pra, një pyetje lejen e ndërtimit, me sa di unë e ka dhënë zoti Lulzim Basha. Nuk e ka dhënë Sali Berisha. Ka bashkë kanë qenë, të jetën bashkë kanë qenë. Ka dhënë Rama. Lulzim Basha ka dhënë. Ka dhënë dhe Edi Rama, lejen e ndërtimit për Sali Berisha. Jo, po si e ke aty? Jep tani. Okej. Një sekond. Ka miratuar statusin e ndryshimit të tokës. Po pra, në kundërshtim me planin urbanistik. Pra Rama ka shkelur planin urbanistik për Sali Berishën. Nuk mund të them lejen e ndërtimit dhe të jem gabim, të raportoj gabim. Një sekond. Pse duhet keq informojmë publikun. Pyetja ime ka dhënë lejen e parë. Po pra lejen e ndërtimit e parë ka dhënë. Mërtiri shumë shkurt Xhamës. Pyetja ime është thjesht fare. A ka birë nëne që mund ta marrë atë tokë dhe të ndërtoj gjithat kompleks kullash pa pasur vjerin kryeministër? A mund të kishte një qytetar hipotetike është? Po më fal, po ne po flasim. Shiko, patjetër. Po të pyesësh për mendimin tim. Po këtu pra ka që mendimi im është që shumica, jo të gjitha, jo të gjitha, pjesa më e mirë e lejeve që janë dhënë që nga viti 2000, kur unë jam bërë ndërgjegjshme për shoqërinë publike dhe ndërtimet, se më përpara nuk është se di. Dhe këtej, patjetër që duhet mik dhe duhet para. Po këtë nuk e ka vetëm Maltezi, Bekteshi dhe... Se ti marrë dhe pronë tënde, marrë dhe 5 milion euro tjera. Se kjo vjen erë të paktën. Jo, nuk i ka marrë 5 milion euro të tjera, i ka investuar, kanë marrë kredi në bank, kanë ndërtuar dhe kanë shitur. Po të them, sot të dyne, po të marrim një leje ndërtimi Ergys, po të marrim një leje ndërtimi, edhe në base me të çmime që kanë shkuar, nuk kemi 5 milion euro në xhep. Kemi 10 milion euro në xhep. Do të jemi në proces në këtë histori. Përthem dot atë. Ola, pasoj këtu. Pak minuta merë frymarrje dhe jemi për të pjesa e dytë. Sa të bëjnë një pyetje avokatit unë këtu dhe një përmbledhse. Jemi të diçka të pjesa e dytë. Avokat, qartë, shkurt, më duket e ke thënë dhe njërë tjetër të unë, nëse shpallet fajtor, çfarë rrezikon Berisha dhe Dhëndri? A ekziston mundësia i Sali Berisha të shkojnë në burg? Apo dhe në një rast dënimi për shkak të moshës në dënimi alternativ?
Çfarë ndodh në këtë rast? Janë dy element. Vepra penale për cilën akuzohet në pikpamje formale dënohet nga 4 deri në 12 vjet burgim. Në varësi të fajt, në varësi të shkaqeve, në varësi të rrethanave të cilat mund të përmenden edhe mosha, sigurisht që gjykata në rast se gjen fajtor, patjetër do bëj dhe ato që quhet cilësimet e rrethanave rënduese dhe lehtësuese për të bërë një balancë për dhënë një masdënimi nga 4 deri në 12 vjet burgim. Sigurisht, këtu jam marrë për maltezit i shtohet dhe pastrimi produkteve të veprës penale, që është 287, janë disa pika, aty 5, 6, 7, që janë vepra penale që fillojnë me dënime mbi 15 vjet burgim, të cilat, sigurisht, në individualizim në dënimeve, gjykata në rast se gjen fajtor këta persona, mund t'jap në këto marzhe dënimi, përsa i përket moshës. Mosha është kategorike përsa i përket masave të sigurimit të arrest në burg mbi 70 vjeç nuk jepen, kurse dënimi do rrethana dhe arsye të tjera për t'u përjashtuar nga dënimi me burgim. Dhe sigurisht, mosha e madhe sigurisht që kërkon një lloj vlerësimi dhe një lloj reflektimi nga gjykata që mund t'jap një dënim alternativ siç mund të jetë dënimi me kusht. Gjithnjë që t'jemi të qartë në rast se do arrijë në konkluzionin e fajësisë. Po dhe Ndri? Diçka më shumë dhe shumë më tepër, sepse ka pastrimin e produkteve të veprës penale dhe është veprë penale që fillon nga 15 vjet e sipër. Sepse janë disa elementë të veprës. Janë disa elementë të veprës penale. Pranohet si fajtor? Po, 287, 15, mos ta gaboj, është paragrafi i 2 dhe gërma B, C, Ç dhe D të kodit penal, po të 287. Dhe më thënë, është marrë dënimi shumë i rëndë, sepse i veprës penale të korupcionit pasiv zyrtarëve të larë që është 260. Tani, te pyetja e fundit, unë rikthehem te analistët. Çfarë rëndësie ka gjyqi i Sali Berishës? Së pari, për Berishën si politikan, për Spakun, së dyti që ka ngritur akuzën, dhe për reformën në drejtësinë në përgjithësi. Mërtiri, Tela, pastaj Batoni. Për mua ka një rëndësi, besoj, ka disa aspekte pse ka rëndësi ky gjyq. E para njëherë sepse është goditur një i paprekshëm. Sali Berisha ka qenë një person i paprekshëm dhe ka qenë i paprekshëm kur ka qenë opozit, jo më kur ka qenë pushtet. Dhe përveç kësaj është një nga njerëzit, jo një, po ndoshta personi më i rëndësishëm i tranzicionit. Në 35 vite Berisha është personi më i rëndësishëm. Dhe kur ai shkon përpara drejtësisë, ky është një lajm i mirë që këtu kushdo mund shkojë para drejtësisë. Dhe nga ana tjetër kjo hapet rruga që edhe të tjerë të rëndësishëm si ai të shkojnë para drejtësisë. Pra nëse dënohet Berisha, hapet rruga që dënohet nesër dhe Rama. Nëse shpëton Berisha, sigurisht që Rama i ka mbyllur rrugët që ai të shkojë gjithashtu para drejtësisë. Kështu që për mua kjo është shumë e rëndësishme në Shqipëri. Kjo është një themi epokale për Shqipërinë. Pra në këto 35 vite kur nuk është dënuar asnjë drejtor, domethënë shumë pak me raste janë njerëz që kanë pasur pushtet, edhe ata janë dënuar kur nuk kanë pasur fare mbrojtje politike. Për Berishën. E para, e dyta, ka dhe një gjë tjetër që është precedenti që e tha dhe avokati, që tashmë ti do dënohesh edhe kur krijon skema korruptive dhe rasti i ngjashëm është Erovelia. Erovelia nuk është kapur drejt për drejt në korrupsion, por është kapur për një skemë korruptive ku kanë marrë pjesë shumë aktorë, shumë institucione, disa skema. Pra këtu ndryshohet mënyra se si hetohet. Pra hetohet tashmë për konsumim në Për Spakun pse është rëndësishme kjo akuzë? Për Spakun është rëndësishme sepse Spaku nga ana tjetër tregon dhe besueshmëri sepse godet nga të dyja palët. Pra deri tani kemi parë një sër njerëzish nga Edi Rama, të cilët janë sot prapa hekurave, një pjesë e mirë edhe në hetime dhe në bankën e akuzuarve, por nga ana tjetër Spaku duhet të ketë, pra duhet të tregojë që është i paanshëm dhe godet nga gjithë krahat pa parë ngjyrën. Sigurisht për reformën drejtësi. Sigurisht që kjo është pozitive sepse tregon dhe forcën që Spaku e ka këtë fuqi të shkojë deri në tonë. Tela? Ky është procesi i parë ndaj Sali Berishës. Dhe sado që të zgjasë 1 apo 2 vite, në fund ne do kemi një vendim. Për Sali Berishën pas 35 vitesh karrierë politike, ndoshta mund të shkojë 37 më tej, nuk ka rëndësi se sa dënohet. E rëndësishme për të apo për publikun shqiptar është shpallja fajtor apo jo. Mjafton edhe një ditë të dënohet, do të thonë ajo që pret publiku të themi është shpallja fajtor. Por ajo arrihet vetëm me prova të besueshme dhe me një gjykatë që bën drejtësi.
gjykat militante dhe prokuror militant nuk do t'i bonin mirë vijimit të mëtejshëm të proceseve gjyqësore. Shumë i vështirë, patjetër, sepse sigurisht. çdo provë, Në bazë të materialeve që janë, gjasat, është shumë e vështirë që ta shpallësh fajtor. Por nëse ajo do ndodhi, duhen prova të pakundërshtueshme. Zoti Axhiu, Fuqia e SPAK-ut do t'jetë e bazuar në këtë proces. SPAK-u do t'jetë i fuqishëm nëse e arrin qëllimin që të argumentoj me prova. Dhe e dyta, që fuqia e SPAK-ut është një referencë për talme. E treta, që nuk do të ketë fuqi politikanit që urdhron në nënshkruajnë të gjitha ata që punojnë në administrat me fuqin e fjalisë e cili do kryeministër që është aty, sepse atëherë do të krijohet instrumenti i frikës që procedurat do të respektohen brenda administratës, pa marrë parasysh se sa i fuqishëm është shefi i qeverisë në Shqipëri. Do të thënë, këto janë ato pikat e rëndësishme për shoqërinë shqiptare dhe gjithashtu edhe për vetë shoqërinë e drejtësisë, sepse referencat pastaj bëhen të shumë të fuqishme për ata të cilët hyjnë në institucionin e SPAK-ut. Çfarë do të thotë për një njeri që t'jetë i dënuar si Sali Berisha? Është lajm i keq për Shqipërinë, për neve, për të gjithë. Por lajm i mirë për politikën. Lajm i mirë për politikën për arsye se përfundon pa ndëshkueshmëri. Lajm i keq që na do ta kemi një kryeministër dënuar, një shoqëri e cila realisht ka besuar se njeriu i tyre që ka udhëhequr për kaq vite dhe ka qenë president, ka qenë i pakorruptuar. Kjo frazë, ose kjo për cilën na kemi besuar, është në dorë të kësaj gjykate, që të na thot një të vërtet, e vërteta ndërtohet me fakte. Unë besoj që gjykata faktet do t'i ballavaçoj dhe të na t'jap drejtësisë shqiptare një paradigmë të re, edhe paradigma e re e drejtësisë shqiptare, dhe më thonë demokracia e re dhe krijimin e ndërgjegjes, se pas saj nuk ka nevojë për referencën e frikës, ka nevojë për referencën e ndërgjegjes. Dhe unë besoj pas kësaj, shoqëria shqiptare do të ketë një referencë ndërgjegje. S'di sa mendon avokati, po... të nderuar... Është i gjatë. Rruga e gjatë, avokati, po, sigurisht... Deri në Strasburg ne do dëgjojmë të tëra palët. Të nderuar teleshikues, Berisha nuk shkoi sot në ditën e parë të gjyqit në gjykatën e Themelit. Por ai doli në orën 12 dhe foli gjatë. Shumë pika tha. Ne dolëm sot, orën që kemi emisionin, dhe thamë dhe ne, me thënë të ftuarit e mi, thanë pikat bashkë me avokatin, dhe zonjën Zama, thanë pikat e tyre. Të gjithë pikat, thonë këtu në vendin ku jetojmë, pika, Vetëm itë nuk themi ne. Itë se kush i thot ne vetëm pikat themi. Ka që ishte kjo pjesë, avokat faleminderit shumë, se nuk do t'jeni në pjesën e dytë, ku ne do të diskutojmë për është një politikan populist i njohur, britanik, i Anglisë, Farage, i cili hes fjalë për shqiptarët vazhdimisht, edhe me një farë racizmi. Është një populist shumë i madh. Dhe ne do të përpiqemi të themi diçka edhe për këtë në pjesën e dytë. Falenderoj shumë, falenderimi që ti shumë fisht, sepse edhe për shkak të modit që ti paraqitesh në mod të vështirë. Faleminderit ju. Publicitetin rikthejmë më njëherë.